unë vesh po i drejt keqës. Se ndoshta nga njerë arrini kulminacion i keqës e mëndej ai mundet të kthehet për inflamacioni tu të shpërthej, po. Unë tash po jam edhe një perspektivë të mundshme të zhvillimeve të mira, që më në fund po mirën vesh edhe po ecëm, se nga njëherë nga është dorë këshilla amerikanëve, apo edhe ajo ka qenë mirë fillt në momente kritike qoftë të emërimit personalitetit, qoftë kryetar, president. Zgjidhja është bërë. Po zgjidhja është bërë edhe ka funksionuar mirë. Ne ngesim për një president. Atë më thotë që po kiameti, apo thonë. Mi po aty interesat madhore janë, një grupacione politike apo pretendimeve dhe dikuj tjetër, që me çdo kush duhet të ketë pozitat për mujt me menaxhue komplet ashtu nuk shkon. Demokracia nuk funksionon ashtu. Po dhe mund të funksionojnë nëse të votojnë, zoti Bishi, por qytetarët nuk votuan që një njeri ta mbaj gjithë pushtetin në duart e tij. Po për atë unë nga një kam qenë LDK për shembull, një kohë kam besuar në atë parti politike, por realiteti është që po mbizotroj kanë interesat personale, brenda partisë apo qoftë edhe klaneve, grupeve të caktuara, dhe nuk është më interesi partisë apo një politike të mirë fillt për me ecë përpara. Edhe kjo është ajo keqja tek ne. Gjysma figurat më të rëndësishme nga pikpamja e trashëgimisë politike në LDK e kërkuan rrëzimin e Abdixhikut. Në një votim që ndodhi zoti Bishi, por nuk u realizua kjo qëllim. Dhe ata kishin idenë që zoti Abdixhiku po e shkon LDK, nuk po e nxjerr nga një gjendje që është në një gjendje tjetër me ambicie që ajo të jetë dukshëm më mirë se sa që është tani. Dhe Abdixhiku doli e akuzoi gjithë ata që kërkuan shkarkimin e tij se po bllokojnë formimin e institucioneve. Vetë LDK-ja. Dhe tani jemi në këtë, kush po bllokon formimin e institucioneve? Ajo pjesa LDK-s që kërkoi shkarkimin e tij apo vetë zoti Kurti, që nuk parin të bëj pakt marrëveshje me të dhe me zonin Osmani. Kujna t'ja lëm behonën tani? Bone, ka qenë kjo para 3 legislatura, se këto shpejt, ndodhi një rrje dhe kështu e vazhdueshme e zgjedhjeve të reja, them kështu në rend. Unë atëherë isha, pse jo? Do të hyn koalicion. Mi po Abdixhiku s'dojte, buton me të vetë, nuk dhejke zgjedhje. Jepi drejtim, po. Po, jepi një drejtim dika. E tash me çdo kusht do të me hynë në pushtet. Po të kishte qenë atëherë, krejt rrida kishte me qenë ndryshe, edhe tash kur të vinë votat, ka gjysma do të menduti me vetën, është një mas kritike që leadershipit, më mirë ndoshta me on dorëheqje, me ardhi dikush tjetër, edhe me udhëheq, unë po vjen, tash po dihet kur do të është lider, është Abdixhiku apo Vjosa Osmani, se të gjithë po shkojnë në bisedime, edhe kjo tregon që LDK-ja nuk e ka shfryzuar momentumin e kohës, ka mujtë atë parti që ka një periudhë të rëndësishme historike, të figurave edhe për nga presidenti Rugova, çdo herë ka qenë përparësi, edhe opozitës, qoftë edhe në bisedimet madhore që kanë qenë Amboje, liderin atëherë të USHK-s, apo kryetarin e që të ke për bisedime. Andaj kur desh me botë qeverin, të kujtohet Ramush Haradinin me njëherë e ofroi afër veti. Ajo është një lider i hatashëm që ka ditë me botë zgjedhje të caktuara. Ato se kemi në LDK. Ato kemi interesat personale edhe klanore brenda, edhe aty nuk duhet zgjedhje. Tash kur vjen rreziku se ki atë masën kritike, një dikun ka baraspesha pro dhe et kontra, dim kështu, et kontra, atëherë mënohesh ti me çdo kusht me pushtet qoftë edhe me hyrje në qeverisje. Tash ajo është e rrezikshme, për një çuditshmëri të partisë. Unë atëherë kam qenë për me hyrë në koalicion, për t'i dhënë vendit institucione, barvaqjes
të shtetit. Jo të pushtetit, po të shtetit, krijimit të institucioneve. 2 vite humbën, dhe prap jemi të ajo situatë që ju keni kërkuar. Kthehemi në situatën tash thuase pe lutë për me ndo atë pozitë apo këtë pozitë. Kjo tregon një jo vizion, paçudhëri të caktuar të leadershipit, edhe koha është për ndryshime, do të vinë kohë e zgjedhjeve vitin e ardhshëm, edhe do të mendohet. Mendoj që unë e çdo kom aspektin e dorëheqjes, kur diçka nuk shkon, mirë është më tërheq, mos më dhon një vend që nuk takon, qoftë edhe me një përqindje shumë edhe më të vogël kur nuk e ki besimin asaj. Uniteti është më rëndësi. Edhe vjen dikush që krijon unitetin edhe i kthehet LDK-s fare faqen. Tash s'po du me kritikua Sabirxhikun as Vjosën, po du me thonë që koha për ndryshimin nga se nuk ka një avancim. Ato që janë humbë 2 vitet e kaluar, kur ke mujt me dhonë kontributin, me thonë LDK-ja është shtet formuese, ti se ke dhonë. E tash po shet menkin se që po du me bo në vërtet e ki për interes pa ti për personal, apo si me bo një ndryshim eventual, kur e ke humbë, e ke humbë atë edhe DDK-ja ka ra, nuk ka një ngritje DDK-s, po në vazhdimsi ramje. Për këtë arsye mendoj që nuk do të ato që dikur ka mujt me bo, që ka mujt me jo atribu si një liderit vërtet, edhe DDK si një shtet formuese, tash më nuk është, tash është sistemi si ta prononcoj vetën, apo dy ta prononcojnë vetën, edhe ta disynë tjerë sistemi duke u integruar në pushtet.